Mirdita të gjithëve. Pushteti I telefonit. Dua t'ju flas për telefonin, sepse ka raste ndonjëherë që lexoj disa komente që janë pothuajse jashtë çdo logjike në këto diskutime që bëjmë ne. Dhe do t'ju them, për aq sa unë di, ndaj doja ta diskutoj me ju, sa I rëndësishëm është telefoni dhe sa të rëndësishme janë informacionet që japim këtu së bashku. Dhe çfarë revolucioni ka bërë telefoni, pikërisht ky celulari që shihni këtu, në mendjen e njeriut. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastisht nëse nuk e keni brende, lidhuni me faqen që të shihemi sërish dhe faleminderit për mbështetjen. Atëre, sikur të bënim një eksperiment bashk. Eksperimenti tjetë ky. Në qoftë se ju do të rinit një ditë, qoftë edhe një ditë pa telefon, si do ta gjenit veten, si do ndiheshit ju pa telefon. E para njerë që telefoni ka një pushtet viziv. Me një fjalë ti kur pa e patur një diçka në dorë, duket sikur je bosh, I ke duart bosh. Është e vërtet apo jo? Pyetje e parë kjo. Dhe pyetja tjetër, që është akoma më e rëndësishme, sa informacione keni marrë ju nga telefonat? Sa, në krahasim me para 20-30 viteve ku nuk kishim telefona, para 30 viteve. Dhe kur e keni marrë telefonin e parë, sa informacione keni marrë nga telefoni dhe sa I rëndësishëm është telefoni. Po ja u them këtë sepse, siç ju thashte më përpara, që është e çuditshme se si disa e përdorin telefonin vetëm për budallëqe. Normal që duhet edhe njeriu të argëtohet, sepse argëtimi është pjesë e jetës sonë. Mirë po, informacioni është baza, pastaj vjen, si I thon pleqët e moshëm shqiptar. Pleqët e moshëm shqiptar thon më përpara puna dhe pastaj të argëtohesh. E harrova atë thënien e famshme shqiptare. Nejse, po e them në italisht. Prima il dovere, poi il piacere. Dhe është e njëjta gjë që thonin dhe të moshuarit, sepse fillimisht duhet të interesohesh për informacionin, për punën dhe pastaj për argëtimin. Argëtimi vjen më vonë, sepse ti nëse nuk e bazën, pra bazën e punës po flas, ti nuk mund të marrësh të argëtohesh. Mirë po, puna vjen si pasojë pikërisht e informacionit. Pra ti nëse nuk ke informacione, nuk mund të gjesh punë dhe nuk do punosh. Më thonin, kam të drejtë ose jo. Dhe pastaj vjen argëtimi. Pra argëtimi vjen më vonë. Tani, çfarë ka telefoni që ka kaq pushtet në dorën e njeriu? Shikoni, ne me anë të telefonit bëjmë çdo gjë. Ne me anë të telefonit, ne kemi shkurtuar distancat me anë të telefonit. Sepse kur ishte telefoni I parë, jo ky celular, po ky erdhi më vonë dhe po them që me telefonin e parë ne shkurtuam distancat. Në vend që të shkojmë diku, ne marrim telefon dhe e zgjidhim problemin nëpërmjet telefonit. Madje do të na duheshin kilometra të tëra për të zgjidhur një problem, sot e zgjidh me anë telefonit. Dhe kjo është një, por ka një pafund, kjo është ajo me ulë, më banalja. Por ne në telefon kemi bankën. Ne çdo gjë bëjmë nëpërmjet telefonit sepse bankën e kemi këtu. Por telefoni është, më ndiqni me kujdes dhe më thoni pastaj nëse kam të drejtë, se është për të menduar nga të gjithë, por disa që nuk e kuptojnë rëndësinë e telefonit. Jo sepse ne jemi më të zgjuar, absolutisht. Por unë them që siç e përmenda dhe më përpara, ky është një fakt. Ti nuk mund të vësh në plan të para argëtimin dhe pastaj punën. Sepse është puna, ajo e para një që ti duhet të kesh punën, pastaj argëtimin. Mirë po puna vjen, si thash dhe më përpara, nëpërmjet informacionit. Ti nëse nuk ke informacion për të gjetur një punë, për të shkuar atje, për të informuar për atë punë që ke etj. Pra ti informacioni është bazë. Nëse nuk ke këtë, nuk ke asgjë. Dhe telefoni I shkurton pikërisht këto distanca dhe e bën që puna të jetë më mirë dhe që ti të gjesh kohë edhe për të argëtuar. Më thoni, kam të drejtë ose jo? Pra telefoni është absolut në këtë epokë që ne po jetojmë. Dhe përveç kësaj që ju thash më përpara që është shkurtuar distanca, për më tepër bankën që kemi këtu, por kemi shumë gjëra. Ne me anë të telefonit mund të organizojmë edhe meeting, pra takime. Bile me anë të telefonit ne mund të me telefon kontaktojmë me të afërmit tanë, me shokët, me miqt nëpërmjet WhatsAppit, nëpërmjet me fjalë edhe me video. Dhe videoja është diçka akoma më fort, pra e pushtetit të telefonit, sepse
është sikur ta kesh, ndërsa është virtuale, por është sikur ta kesh njeriu afër. Merreni me mend atëherë kur kishin telefonat normal që telefonoje nënës tënde ose babait ose vëllezërve apo motrave dhe flisje në telefon, kurse tani e ke me video. Pra edhe është kjo është një arritje e madhe dhe njeriu e përjeton këtë moment sikur çdo gjë shkon me fjalë, sikur ketë qenë edhe më përpara, sikur diçka normale, por nuk është normale. Pra është thelbësore që të precizojmë pikërisht pra pushtetin e telefonit dhe rëndësinë që ai ka. Por ky është vetëm fillimi. Unë ndaj doja ta diskutoj me ju, sepse ky është vetëm fillimi. Me një fjalë, ai portofoli digital që kemi folur më përpara, është e vërtet që varet se kush e lëvron, kush e ka regjin pas telefonit. Me një fjalë, varet me të vërtet kush e ka, sepse mund të bëj çdo gjë atje nga regjia dhe ka lidhjen direkte me të gjithë ne, me secilin. Dhe kjo është e vërtet. Por telefoni është mjaft i rëndësishëm, pra dhe ato që do të ketë telefoni në të ardhmen, nuk ishin parë prej mira e mira vitesh. Ne patëm një zhvillim, duke filluar nga viti 1800 ca, deri sot vërtet kolosal. Dhe por nga viti 90 deri tani zhvillimi është 10 fishuar. Dhe në qoftë, me fjalë, jo në qoftë se, por në qoftë se unë shpresoj që të jetoni sa më gjatë, por në qoftë se do të jetoni në periudhën e inteligjencës artificiale, që sa po filloi, ju do të shikoni gjëra marramëndse me telefona. Sepse telefoni do të jetë ai që tani ai ju mat rrahjet e zemrës, ju ruan në qoftë se kush e di ta përdor, sepse ka aplikacione, më vonë ato do të vendosen në portofolin digital, do ta kesh të gjithë, do ta kesh aty, dhe ti mund të kontrollosh rrahjet e zemrës, mund të kontrollosh sa kilometra ke bërë në këmbë, apo me biciklet, apo çdo gjë. Mund të shikosh motin, mund të shikosh lajmet, mund të shikosh çdo gjë, mund të shikosh, mund të jesh live, mund të shikosh edhe live të tjera. Pra të gjitha këto janë informacione. Janë informacione të dobishme dhe janë shtohet pushteti i telefonit. Dhe e përsëris edhe një herë, sepse dua që të nënvizoj këtë gjë, që shumë njerëz nuk din ta përdorin telefonin në të vërtet, por e përdorin bile, jo vetëm doja të thoshja, falni se na përshëndesin shokët, por thoshja, jo vetëm e përdorim për argëtime, por e përdorin telefonin edhe thjesht për të dukur. Dhe si të duken? Duke ofenduar. Futen në për këto kanale, apo qofte edhe tek unë apo kudo, unë se çaj kokën fare, po them sepse nuk e humbas kohën me të tillë. Në qoftë se nuk e kupton, pak rëndësi ka. Unë i jap informacionin në vend që të më falenderoj dikush ose i ngacmoj mendimin atij, dhe në qoftë se ai është i zgjuar, ai do të mundohet që të marrë informacione për atë që them dhe do informohet ai, jo unë, sepse unë përveç se kam informacionin, po mundohem që t'i jap dhe tjetrit. Pra në qoftë se ai nuk e kupton këtë, pak rëndësi ka, nuk mund të humbas kohën unë. Por do të dëshiroja, sepse duke qenë vëllezërit dhe motrat tona, pikërisht ta kryesisht janë meshkujta, është mirë që me një fjalë të kenë atë mendimin cogito ergo sum, të thonë unë jam dhe dua të mendoj, dhe tani të shikoj nëse ky Nadiri tha një informacion, unë dua ta kërkoj, nëse është i rëndësishëm ose jo. Normal që jo të gjitha informacionet janë të rëndësishme për këdo, por ka informacione sa doni, sepse çdo ditë flasim për informacione. Dhe po thoshja, ka disa që futen, ofendojnë, ikin, vin prap dhe ofendojnë prap. Me një fjalë, sa kohë humbasin këta njerëz, më thoni dhe ju, sepse unë ndodhe dhe ju, e përdit shikoj në këto rrjetet sociale, ka me dhjetra, mos themi me qindra, po them me dhjetra shqiptar, që bëjnë share atë komentin, një çfarë do lloj komenti, dhe fillojnë edhe komentojnë për atë koment që ka bërë dikush, që kryesisht janë komente negative. Po thuaj se 90% komentojnë komentet negative. Nëse e keni vënë re, kur më dërgoj një email, jo në komente sepse as nuk harxoj kohën fare, por kur është në një email
me interes, unë e shpërndaj me ju dhe janë kryesisht emaile informative. Pra një email të një njeriu që ju tuajat që shkruani për shembull për një histori, për një ngjarje, për një fenomen të çuditshëm dhe unë ndaj me ju. Sepse unë nuk kam kohë që të humbas me një që vin dhe ofendon, nuk më intereson fare. Dhe kështu që të lodhe sa duan, e rëndësishme është që gjendet këtu mes nesh. Shiko, po t'ishte kështu që do t'ishte i rëndësishëm një njeri i tillë, do t'kishte edhe ndjekës, do t'kishte edhe njerëz që do t'i shkonin pas. Dhe do t'ishte i rëndësishëm ai që do të fliste në faqen e tij. Ai duke ardhur tek faqet e tjera të tuajat, të mia apo këtu tregon nivelin e diturisë që ka. Pra njeriu në radhë të parë duhet edhe të reflektojë. Pra të shikoj veten si në pasqyrë. Kush jam unë? Dhe pastaj të bëj replika ose të ofendoj njerëz. Dhe ajo që është më e rëndësishme është fakti që të informohet, pra të zgjoj mendimin për të informuar. Siç e kam thënë më parë, bota po ndahet në dy grupe. Në atë grupin që po degradohet, pra të mendjes së degraduar të qelizave, të trurit njerit po degradohet, dhe të pjesës tjetër që po zhvillohet. Pjesa tjetër që po zhvillohet, unë nuk më merrte mendja kurrë, që mund të kisha miliona shikime në ditë. Dhe unë nuk bëj rivalin e askujt. Unë nuk nëse keni vënë, kam vënë disa që jo, unë kam kaq klikime në ditë apo në vit apo në muaj, ku di unë jam më i miri në Shqipëri. Unë nuk më intereson fare kjo. Nëse keni vënë, nuk është ky problem, me fjalë ajo që më dikush do thotë, po mirë, ti na thua gjithmonë që të lidhemi me këtë faqe. Pikrisht, eksaktësisht për këtë them, që ne kemi vuajtur dhe unë dëshiroj që secili ato që di unë t'i din të gjithë shqiptarët. Dhe ndaj jemi shtuar me mira, pra janë më shumë ata që janë shtuar se sa ata që thash që janë ndarë në dy grupe. Pra ata që i kanë hapur dyert dhe dritaret dijes janë shtuar shumë më shumë, ndryshe nuk do të ishin me mira. Dhe ky është një sukses sepse ta them këtë, ky ishte mendimi im që në fillim. Pra të zgjoja mendimin kolektiv. Dhe të kthehemi tek telefonat. Telefoni është pushtet. Nuk është se duhet që ta ofendojmë, ta fyejmë njeriu apo edhe telefonin, apo të themi që telefoni ka prishur njerëzit, s'është e vërtet. Ka prishur ata njerëz, pra ata që janë që u thash më përpara, që nuk din të kapin informacionin, po merrem në budallëqe. Por ne nuk na prishin, se ndryshe nuk do gjendeshim këtu. Kështu që më thoni çfarë mendimi keni për këtë argument dhe më thoni nëse telefoni dhe që nuk është telefoni, por është informacioni që është brenda telefonit, se është telefoni që i ka mbledhur informacionin, është i rëndësishëm ose jo. Më thoni nëse është i rëndësishëm apo jo. Pres komendet tuaja, kalofshin ditë bukur dhe ju përqafoj gjithëve.